Ai kishte gjithçka që paraja mund të blinte, por jetonte i rrethuar nga heshtja. Deri kur një letër e shkruar nga një fëmijë i panjohur e çarmatosi plotësisht. Dhe kështu, një perandori e ndërtuar mbi arsye filloi të shembej përballë lutjes më të thjeshtë e më të fuqishme, një baba që të qëndroj. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Artan Gashi e kishte ndërtuar gjithë jetën e tij mbi një siguri të vetme, që suksesi ishte mburoja më e mirë kundër çdo lloji dhimbjeje. Trashëgimtar i një familjeje tradicionale shkodrane që ishte vendosur në Tiranë prej 3 brezash. Ai e kishte shndërruar dyqanin e vogël të importit të gjyshit në një perandori teknologjie dhe investimesh që dominonte një pjesë të mirë të tregut kryeqytetas. Emri i tij ishte sinonim i bizneseve të sigurta, vizionit për të ardhmen dhe një ftohtësie të llogaritur që u bënte përshtypje investitorëve dhe i friksonte konkurrentët. Në moshën 42 vjeçare, Artani ishte gjithçka që kishte planifikuar të ishte, i pasur, i fuqishëm, i respektuar dhe plotësisht i vetëm. Vetmia nuk ishte e rastësishme. Ishte një zgjedhje e qëllimshme, e ndërtuar tull pas tulle që kur ishte divorcuar nga Anila, 5 vjet më parë. Martesa ishte rregulluar nga familjet, një bashkim pasurish dhe mbiemrash që kur nuk pati vend për diçka kaq të papërshtatshme sa dashuria. Kur firmosën letrat e ndarjes, ishte si të mbyllje një tjetër kontratë tregtare. Pa britma, pa lot, vetëm avokat të shtrenjtë dhe një ndarje milimetrike e pasurive. Ajo mori vilën në blok, ai zgjodhi një apartament pa pafingo prej xhami dhe çeliku në një nga kullat e reja pranë qendrës, një apartament që dukej më shumë si një ekspozitë arkitekture moderne sesa një vend për të jetuar. 3 kate luksi të patëmet, pamje panoramike e qytetit, mobilje nga stilist europian dhe një heshtje aq e thellë sa ndonjëherë Artanit i dukej se mund të dëgjonte zemrën e tij duke rrahur, mekanike dhe e largët. Si një orë e shtrenjtë e harruar në sirtar. Jeta e Artanit përmblidhej në shifra, grafik, mbledhje në salla me ajër të kondicionuar dhe udhëtime ndërkombëtare. Kalonte më shumë kohë në aeroporte sesa në shtëpi, më shumë orë në zyrë sesa në çdo vend tjetër të botës. Ditët e tij fillonin në 5 të mëngjesit me një vrap të vetmuar nëpër parkun e madh të liçenit artificial, pasuar nga një kafe e fortë e zezë, emaile urgjente dhe telefonata për në Hong Kong, New York, Dubai. Ai fliste 4 gjuhë rrjedhshëm, por kishte vite që nuk arrinte të mbante një bisedë që nuk përfshinte fitime, strategji tregu apo parashikime tremujore. Dashuria ishte një fjalë që kishte mbetur e bllokuar diku në fëmijëri, bashkë me kujtimin e babait të rrept që kur nuk tregoi për këdheli dhe të nënës që u largua shumë herët. E marrë nga një sëmundje e shpejtë dhe mizore që familja preferonte të mos ia përmendte emrin. Atë natë fund viti, ndërsa Tirana shkëlqente nga dritat e festave dhe bulevardi dëshmorët e kombit, shndërrohej në një shpërthim ngjyrash dhe tingujsh, Artani ishte aty ku kishte qenë gjithmonë dekadat e fundit, në zyrë. Ndërtesa e pasqyruar në qendrën e biznesit ishte bosh, i gjithë kati i rezervuar për të dhe disa punonjes të paktë që, si Artani, preferonin të punonin sesa të festonin. Mbi tavolinën e drurit të importuar, i rrethuar nga ekrane kompjuterash dhe raporte të lidhura me lëkur, ai por i shikonte rezultatet e vitit. Kompania ishte rritur 30%, pasuria ishte dyfishuar, 3 fonde të reja investimi ishin gati për t'u lancuar në 3 mujorin e parë. Në letër, ishte viti më i mirë i jetës së Artan Gashit. Në praktik, ndërsa shikonte nga dritarja panoramike qytetin e ndriçuar poshtë, ai ndjente një boshllëk aq të madh sa duke i aftë të gëlltiste gjithë atë sukses pa lënë gjurmë. Ishte në atë moment që një zarf i zhubravitur u shfaq në mes të tavolinës së tij. Mes ftesave për mbrëmje gala, kontratave milionere dhe dokumenteve konfidenciale, ajo letër e thjeshtë, e zbukuruar me një pemë viti të ri të vizatuar me dorë me lapsa dylli, dukej krejtësisht jashtë vendit. Marrësi ishte shkruar me shkrim fëmije, të dridhur dhe të përpikt, për babagjyshin e vitit të ri. Artani shikoi përreth, duke kërkuar ndonjë punonjes që mund ta kishte lënë aty gabimisht, por kati ishte i heshtur, vetëm zhurma e ulët e kondicionerit dhe shkëlqimi blu i ekraneve të kompjuterit. I shtyr nga një kureshtje që prej kohësh nuk e kishte ndier, ai mori zarfin dhe e hapi me kujdes. Brenda ishte një flet fletoreje me vija, nga ato me ansore të kuqe dhe rreshta blu, e shkullur me nxitim sepse buza ishte e parregull. Shkrimi ishte i një fëmije, disa fjalë të shkruara me më shumë forcë, të tjera pothuajse të fshira, sikur dora e vogël të ishte lodhur në mes të rrugës.
Artani filloi të lexonte dhe me çdo rresht ndjeu diçka të çuditshme të ndodhte brenda gjoksit të tij, sikur një derë e mbyllur prej kohësh të fillonte të kërciste, e shtyrë nga një dorë e padukshme. I dashur baba gjysh, emri im është Laura dhe unë jam 7 vjeç. Mësuesja tha se mund t'ju shkruaj një letër, kështu që po shkruaj. Unë nuk dua të kërkoj lodra, as rroba, as ëmbëlsira, sepse mami im gjithmonë thotë se duhet të jemi mirënjohës për atë që kemi dhe ne kemi mjaft gjëra. Mami im punon shumë, ajo është mësuese dhe ndonjëherë vjen në shtëpi e lodhur dhe unë i bëj çaj. Ne jetojmë në një apartament të vogël, por është i bukur, ka edhe një balkon të vogël ku mbjellim borzilok dhe nenexhi. Në shkollë vajzat flasin për baballarët e tyre, për babin që i çon në park, për babin që luan top, për babin që u lexon për alla para gjumit. Unë nuk kam baba. Ai iku para se unë të lindja dhe kur nuk deshi të më njihte. Mami nuk flet shumë për këtë, por unë e di që ajo mërzitet. Kështu që doja t'ju kërkoja diçka ndryshe. Doja të kërkoja një baba. Nuk ka nevojë të jetë perfekt, nuk ka nevojë të jetë i pasur, mjafton të jetë dikush që na do dhe që rri. Që nuk ikën. Mami e meriton dikë që të kujdeset edhe për të, sepse ajo kujdeset për të gjithë, por askush nuk kujdeset për të. Vetëm kjo është ajo që dua, baba gjysh. Një baba që rri. Me dashuri, Laura. Në fund të letrës ishte një vizatim, 3 njerëz vizash. Një grua me flokë të gjatë, një vajzë e vogël me një fjongo në kokë dhe një hapësirë boshe anash, e shënuar vetëm me një pikë pyetje të vizatuar me forcë, gati duke e grisur letrën. Artani e lexoi letrën 2 herë, pastaj 3. Çdo fjalë ishte si një gur i hedhur në liçenin e qetë që ishte jeta e tij, duke krijuar valë që zgjeroheshin në radhë gjithnjë e më të mëdhenj. Ai u përpoq të binte veten se kjo nuk ishte puna e tij, se ishte vetëm një letër e humbur që arriti në vendin e gabuar, se kishte punë për të bërë, kontrata për të rishikuar, vendime për të marrë. Por nuk mundi. Imazhi i asaj vajze që ai kur nuk e kishte parë, duke shkruar me shkrim të dridhur një kërkesë kaq të thjeshtë dhe kaq të pamundur, nuk i hiqej nga koka. Një baba që rri. 4 fjalë që në një farë mënyre kaluan të gjitha mbrojtjet që Artani kishte ndërtuar gjatë dekadave. Ai e futi letrën në sirtar, u përpoq të kthehej në punë, por shifrat në ekran nuk kishin më kuptim. Në 2 të mëngjesit, hoqi dorë dhe shkoi në shtëpi. E kaloi fundjavën duke u përpjekur të shpërqendrohej, pa seriale që nuk arriti t'i ndiqte, porositi ushqim të shtrenjtë me aplikacion që mezi e preku, bëri vrapime të gjata nëpër parkun e madh të liçenit derisa i dhimbnin këmbët. Por letra i kthehej në mendje si një jehon këmbëngulse. Për herë të parë pas vitesh, Artan Gashi nuk arrinte të kontrollonte atë që ndjente. Kishte diçka që po rritej brenda tij, një përzierje e çuditshme shqetësimi, faji, kurreshtieje dhe një dëshire të thellë e të frikshme për të bërë diçka ndryshe, për të qenë dikush ndryshe. Të hënën, kur u kthye në zyrë, Artani bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë, thiri Verën, sekretaren e tij, për një bisedë që nuk kishte të bënte fare me punën. Vera Dervishi punonte me të prej 15 vjetësh, një profesioniste e përpikt që e njihte rutinën e Artanit më mirë se ai vetë, që ja organizonte jetën me saktësinë e një orëndrejtësi zviceran, që e dinte kur i duhej kafe. Kur ishte nervoz për ndonjë negociat, kur donte të qëndronte vetëm. Ajo ishte e vetmja person në zyrë që nuk kishte frikë prej tij, dhe ndoshta pikërisht për këtë ishte i vetmi person tek i cili ai besonte vërtet. Kur Artani vendosi letrën mbi tavolinë mes tyre, Vera u zbe. Duart e saj, gjithmonë aq të sigurta kur organizonte dokumente dhe përgjigjej në telefon, u dridhen lehtë kur mori letrën. Ajo lexoi në heshtje dhe Artani pa momentin e saktë kur fytyra e saj ndryshoi, kur profesionistja kompetente i la vendin tezës së shqetësuar. "Është mbesa ime," tha Vera me zë të ulët. "Laura. Nuk e dija që e kishte shkruar këtë. Duhet ta ketë futur mes letrave që solla për të organizuar të premten në mbrëmje, kur motra më kërkoi ta merrja nga shkolla sepse kishte mbledhje deri vonë. Më vjen shumë keq, zoti Artan. Do ta marr mbrapsht, nuk duhej të kishte ardhur këtu." Por Artani ngriti dorën duke e ndërprerë. "Nuk ka nevojë të kërkosh falje, Vera. Në fakt, doja të pyesja diçka. Kjo vajza, Laura, dhe nëna e saj a mund t'i takoj?" Heshtja që pasoi ishte e gjatë dhe e rëndë. Vera e shikoi shefin e saj sikur të mos e kishte parë kurrë më parë, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë fshihej pas asaj pyetjeje. Artani e njihte atë vështrim.
Ishte i njëjti vështrim që Vera kishte kur analizonte propozime biznesi të dyshimta, duke kërkuar grackën, interesin e fshehur, lëvizjen strategjike. Vetëm se këtë herë nuk kishte asnjë strategji. Kishte vetëm një burr 42 vjeçar që kishte ndërtuar një fortesë rreth zemrës dhe që, për shkak të një letre të shkruar me shkrim fëmije, po konsideronte për herë të parë pas dekadash mundësinë për të rrëzuar muret. Pse, zoti Artan, pyeti Vera, dhe në zërin e saj kishte më shumë se kureshtje. Kishte mbrojtje, kujdes, maturinë e dikujt që e di sa shumë mund të dhëmbë një premtim i pambajtur. Pse doni ta njihni mbesën dhe motrën time? Artani shikoi nga dritarja drejt qytetit që ai e dominonte nga lartësia e ndërtesës së tij prej xhami, dhe për herë të parë pas shumë kohësh ishte plotësisht i sinqert. Sepse kjo letër më bëri të kuptoj diçka, Vera. E kalova gjithë jetën duke ndërtuar një perandori, duke mbledhur para, duke mbyllur marrëveshje, duke dëshmuar se isha i fortë dhe i pavarur. Dhe i arrita të gjitha këto. Por kur lexova atë që shkroi kjo vajzë, kur pash vizatimin në fund, kuptova se gjithë ky sukses nuk vlen asgjë nëse nuk ke me këta ndash. Nuk e di çfarë po bëj, nuk e di nëse kjo ka kuptim, por e di që duhet t'i njoh ata që i shkruan këto fjalë. Duhet të kuptoj se çfarë është kjo që ajo po kërkon, kjo lloj dashurie që unë kurrë nuk e kam pasur dhe kurrë nuk e kam dhënë. Vera qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Artani mund të shite konfliktin në fytyrën e saj, luftën mes besnikërisë ndaj shefit që respektonte dhe instinktit për të mbrojtur familjen. Më në fund, ajo pshertiu thellë. Motra ime quhet Marina. Ajo është mësuese kopshti në një shkollë publike në kombinat. E rrit lauren vetëm që kur zbuloi se ishte shtatzën dhe babai i vajzës u zhduk, tha se nuk donte përgjegjësi, se nuk ishte në planet e tij të kishte fëmijë. Ajo e kaloi gjithë shtatzënin vetëm, punoi deri në ditën e fundit, u kthye 3 muaj pas lindjes sepse i duhej rroga. Është një grua e fortë, zoti Artan, por mban plagë të thella. Nuk u beson lehtë burrave, jo pas asaj që ka kaluar. Dhe Laura, mbesa ime, është gjëja më e çmuar në botë për Marinën. Nëse doni t'i njihni, do të duhet të jetë me kushte. Çfarë kushtesh? Pyeti Artani, duke u përkulur përpara. Vera e shikoi drejte në sy, dhe Artani pa aty një vendosmëri që rrallë shfaqej në mjedisin profesional. Së pari, kjo nuk mund të jetë lëmosh. Asnjë shfaqje me dhurata të shtrenjta, asnjë përpjekje për t'u zgjidhur jetën me para. Së dyti, nuk mund të bësh premtime që nuk do t'i mbash. Laura është fëmijë, do të lidhet shpejt nëse ju shfaqeni dhe tregoni interes. Nëse në ndonjë moment ju lodheni, nëse zbuloni se kjo ishte vetëm një kureshtje kalimtare ose një impuls fundviti, duhet të largoheni nga jeta e tyre para se të krijoni pritshmëri. Së treti, nëse në çdo moment Marina ndjen se ka diçka që nuk shkon, se qëllimet tuaja nuk janë të vërteta, gjithçka mbaron aty. Unë nuk do të lejoj që motra dhe mbesa ime të lëndohen përsëri. Artani tundi kokën ngadalë. I pranoj të gjitha kushtet. Dhe Vera, dua që ta dish se nuk jam i sigurt se çfarë po bëj. Nuk e di nëse jam i aftë të jem ai që kjo vajzë po kërkon. Por e di që duhet të provoj. Vera studioi fytyrën e tij për disa sekonda të tjera, pastaj mori celularin. Do të ketë një fest fundviti në shkollën ku punon Marina, pas 3 ditësh. Është një fest e thjeshtë, me fëmijët dhe familjet. Do ta pyes nëse mund të sjell një mik. Do t'ju prezantoj si dik që punon me mua, asgjë më shumë. Pjesa tjetër varet nga ju. Në 3 ditët në vijim, Artan Gashi e gjeti veten duke bërë diçka krejtësisht jashtë rutinës së tij, duke menduar se si të vishej për një fest në një shkollë publike. Ai, që kishte një garderobë plot me kostume italiane dhe kravata mëndafshi, qëndroi para dollapit pa ditur se çfarë të zgjidhte. Shumë kostum, shumë casual, shumë formal, shumë i shkujdesur. Përfundimisht zgjodhi një palë xhinse të errëta, një këmishë të bardhë pa kravatë dhe një xhaketë të lehtë. U pa në pasqyrë dhe gati nuk e njohu veten. Pa uniformën e korporatës, pa simbolet e pushtetit, ai dukej thjesht një burr i zakonshëm, pak nervoz, plotësisht i humbur. Ditën e festës, Vera kaloi ta merrte. Gjatë rrugës nga qendra e Tiranës për në kombinat, Artani vëzhgoi qytetin që ndryshonte nga dritarja e makinës. Ndërtesat e pasqyruara dhe moderne u lanë vendin ndërtimeve më të vjetra, rrugëve më të ngushta, tregtisë së lagjes, furrave të bukës me tabela të shkruara me dorë, lokaleve me tavolina në trotuar.
Ishte një Tiranë që Artani e dinte se ekzistonte, por kur nuk e kishte parë vërtet, kur nuk kishte hyrë, kur nuk e kishte jetuar. Kur arritën në shkollë, një ndërtesë një katëshe e lyer me një të verdhë të zbeth me një obor të cimentuar ku vraponin fëmijët, Artani ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Festa ishte në kulmin e saj kur Artani dhe Vera hyn nga porta e gjelbër prej hekuri. Obori ishte zbukuruar me shirita letre krepi në ngjyrat e kuqe, jeshile dhe të artë, tullumbace të lidhura në kangjella, një tavolinë e gjatë e mbuluar me mbulesë plastike ku grumbulloheshin kek shtëpie, byrek në forma letre, shishe të mëdha Fanta dhe Coca-Cola dhe gota plastike. Kishte një altoparlant që luante këngë për vitin e ri në Shqip, fëmijë që vraponin zbathur ose me shapka në përçimento, nëna që bisedonin në grupe, mësuese që organizonin lojra. Ishte një mjedis i thjesht, i zhurmshëm, plot jetë, dhe Artani u ndje plotësisht i huaj, si një astronaut që sapo ka zbritur në një planet të panjohur. Vera e udhëhoqi nëpër obor, duke përshëndetur të njohurit, derisa u ndalën pranë një gruaje që po organizonte pjatat me ushqim në tavolinë. Ajo ishte e gjatë, elegante, me flokë gështenjë të lidhur në një bisht të lartë, e veshur me një bluzë të thjeshtë pambuku dhe xhinse të zbardhura. Nuk kishte grim përveç një buzëkuqi të lehtë roz, dhe kishte atë pamjen e dikujt që është gjithmonë në lëvizje, gjithmonë e zënë, gjithmonë duke zgjidhur 1000 gjëra në të njëjtën kohë. Kur Vera e thirri, ajo u kthye dhe Artani pa për herë të parë fytyrën e Marina Hoxhës. Ishte një fytyrë e bukur, me tipare delikate, por e shenjuar. Kishte një ashpërsi në vështrim, një mosbesim të natyrshëm të dikujt që është lënduar dhe ka mësuar të mbrohet. Ajo e përshëndeti Artanin me edukat, një shtrëngim dore të fortë dhe të shpejtë, por vështrimi që e përshkoi Artanin ishte vlerësim i pastër. Nuk ishte vlerësimi që ai ishte mësuar të merrte në mbledhjet e biznesit, ai vështrim që maste pushtetin, parat, ndikimin. Ishte diçka shumë më e thellë dhe shumë më e frikshme. Marina po maste karakterin e tij, po kërkonte të meta, po përpiqej të zbulonte nëse ai përfaqësonte ndonjë lloj kërcënimi. Marina, ky është Artani, koleg nga zyra. Ishte vetëm sot dhe e ftova të shite festën e shkollës, tha Vera, duke e mbajtur gënjeshtrën e rënë dakord të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë. Gëzohem, Artan, tha Marina, me zë neutral, të sjellshëm, por të ftohtë. Mirë se erdhe. Ushqimi është pa pagesë, ka lëngje, pije freskuese, edhe kafe nëse dëshiron. Para se Artani të mund të përgjigjej, një zë i holl thirri, teze Vera. Dhe një vajzë e vogël erdhi me vrap, duke u hedhur në krahët e sekretares me gjithë forcën e një fëmije të lumtur. Ishte Laura. Artani e njohu menjëherë, edhe pse kur nuk kishte parë një foto. Kishte diçka në energjinë e saj, në mënyrën se si e përqafonte tezen me aq shumë dashuri, që përputhej në mënyrë perfekte me letrën që kishte në sirtarin e zyrës. Laura ishte 7 vjeç, e vogël për moshën e saj, e dobët, me flokë gështenjë të qelet të lidhur në 2 gërsheta që tashmë ishin prishur pak nga loja. Kishte veshur një fustan të kuq të thjeshtë, ndoshta të blerë posaçërisht për festën, dhe një palë sandale të bardha gome. Fytyra ishte e rumbullakët, me faqe të kuqe fëmije dhe sy të mëdhenj gështenjë që shkëlqenin me një gëzim të pastër dhe ngjitës. Kur Marina e thiri për të përshëndetur vizitorin, Laura e shikoi Artanin me atë sinqeritet brutal që vetëm fëmijët e kanë, pa filtra, pa maska, vetëm kureshtje e vërtetë. Përshëndetje, zotëri. Ti je shoku i teze Verës? Punon me të në atë ndërtesën e madhe që ka një akuarium në katin e parë? Artani ndjeu një buzëqeshje të shfaqej pa e planifikuar. Po, punoj me të. Dhe ti duhet të jesh Laura. Si e di emrin tim? Teze Vera më ka folur për ty, u përgjigj Artani, duke ndjer Marinën që vëzhgonte çdo fjalë, çdo gjest, si një luanesh që ruan dik që i afrohet këlyshit të saj. Laura u duke kënaqur me përgjigjen dhe menjëherë ndryshoi temë me atë aftësi fëminore për të kaluar nga një temë në tjetrën pa paralajmërim. Do ta shikosh shfaqjen? Ne do të këndojmë 3 këngë. Jam pak nervoze sepse kam harruar një pjesë të këngës së dytë, por mësuesja tha se nëse e harroj, thjesht të ndjek vajzat e tjera. Të pëlqen muzika? Para se Artani të mund të përgjigjej, drejtoresha e shkollës i thiri të gjithë në oborin kryesor sepse shfaqja do të fillonte. Marina i vuri dorën në shpatull Laurës duke e larguar butësisht. Shko, dashuri. Je shumë e bukur, do t'i bësh të gjitha siç duhet. Mami do të jetë këtu përpara duke të parë.
Laura i dha një puthje të shpejt në faqen nënës dhe doli me vrap për t'u bashkuar me fëmijët e tjerë që tashmë po rreshtoheshin. Marina qëndroi pranë verës dhe Artani vuri re se ajo ishte pozicionuar qëllimisht në mënyrë që të mbante një distancë të sigurt prej tij. Mesazhi ishte i qartë: mund të jesh këtu, por kjo nuk do të thotë se të besoj. Dritat e oborrit u ulën, dikush rregulloi zërin dhe fëmijët filluan të këndonin. Ishte një shfaqje e thjeshtë, nga ato që ndodhin në mijëra shkolla publike shqiptare çdo fundvit. Zëra të pasintonizuar, koreografi të ndrojtura, disa fëmijë që harronin fjalët, të tjerë që qeshnin nervozisht, mësuese në cepa që bënin gjeste për të ndihmuar. Por kishte diçka në atë që ja shtrëngoi gjoksin Artanit në një mënyrë që nuk e priste. Ndoshta ishte të shihte Laurën duke kënduar me aq përqendrim, duke mbajtur fort duart e shoqeve anash, kapuçi i babagjyshit i improvizuar me karton që i rrëshiste anash. Ndoshta ishte të shihte Marinën në rreshtin e parë, duke filmuar me celular, duke buzëqeshur krenare, duke fshirë fshehurazi syt me kurrizin e dorës. Ndoshta ishte thjesht të kuptonte se kishte një univers të tërë jete, dashurie, lidhje që po ndodhte aty, një univers nga i cili ai kishte qenë gjithmonë i përjashtuar me zgjedhjen e tij. Kur shfaqja mbaroi dhe fëmijët u shpërndan duke vrapuar drejt prindërve, Laura erdhi drejt e te Marina dhe u hodh në krahët e saj. Ja dola, mami. Nuk harrova asnjë pjesë. Ishe perfekte, dashuria ime. Mami është shumë krenare për ty, tha Marina, duke e shtrënguar vajzën në gjoks, duke i puthur majën e kokës me aq butësi sa Artani ndjeu një therje të çuditshme në gjoks, diçka mes zilisë dhe admirimit. Ishte atëherë që Laura e vuri re përsëri Artanin, që qëndronte pak më larg, duke vëzhguar. Të pëlqeu shfaqja, zotëri? Artani u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj, një gjest që e bëri pa menduar, thjesht duke ndjekur një instinkt që as nuk e dinte se e kishte. Më pëlqeu shumë. Ti këndon shumë bukur, Laura. Faleminderit. Ti ke fëmijë? Pyetja ishte si një grusht në stomak. Artani ndjeu Marinën të tensionohej pranë së bijës, gati për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme. Ai gëlltiti pështymën dhe u përgjigj me sinqeritet. Jo, unë nuk kam fëmijë. Pse? Nuk të pëlqejnë fëmijët? Laura, mos bëj pyetje të tilla, ndërhyri Marina me zë të prerë por të butë. Më fal, Artan. Fëmijët nuk kanë filtra. Nuk ka problem, tha Artani, ende duke parë Laurën. Kur nuk kam ndaluar të mendoja nëse më pëlqenin apo jo fëmijët. Mendoj se kur nuk kam pasur shumë kontakt. Laurës kjo ju duk shumë e çuditshme. Të gjithë kanë kontakt me fëmijët. Nuk keni për embesa? Kushërinj? Fqinjë? Jo, nuk kam. Familja ime është shumë e vogël dhe unë punoj shumë. Sa keq. Të punosh shumë duhet të jetë shumë e mërzitshme, deklaroi Laura me mençurinë e thjeshtë të dikujt që ende nuk e kupton se të punosh nuk është një zgjedhje për të gjithë. Pastaj, pa paralajmërim, ajo kapi dorën e Artanit. Eja, do të tregoj vizatimin tim që është ngjitur në mur, ai është më i miri i klasës, tha mësuesja. Marina bëri të protestonte, por Vera i vuri dorën në krahun e motrës, një gjest i butë për mbajtjeje. Artani u la të tërhiqej nga vajza deri në një muranësor të oborrit ku 10 vizatime fëmijësh ishin ngjitur me shirit ngjitës. Laura tregoi me krenari një vizatim të bërë me lapsa dylli, që tregonte një shtëpi, një diell të madh të verdh, disa lule dhe 2 figura, një e gjatë dhe një e vogël, të kapura për dore. Kjo këtu jam unë dhe mami. Ne jetojmë në atë apartamentin, vetëm se unë e vizatova si shtëpi sepse duket më bukur. Dhe këto lulet këtu janë të vërteta, ne i mbjellim në balkon. Mami thot se bimët i sjellin jetë shtëpisë. Artani shikoi vizatimin, 2 figurat e vizave të kapura për dore, dhe mendoi për letrën e ruajtur në sirtarin e zyrës, për vizatimin në fund me hapësirën boshe dhe pikpyetjen. A vizatonte Laura gjithmonë vetëm veten dhe nënën? A ishte ajo hapësirë boshe në letër diçka që ajo e ndjente çdo ditë, në çdo vizatim, në çdo histori që dëgjonte në shkollë për familjet e plota? Është një vizatim shumë i bukur, Laura. Ti vizaton shumë mirë. Faleminderit. Ti di të vizatosh? Jo shumë. Unë vizatoj më shumë grafik dhe tabela. Laura bëri një grimas. Sa gjëra të mërzitshme për të vizatuar. Duhet të provosh të vizatosh gjëra të bukura, si qen, flutura, ylber.
Artani qeshi, një tingull i ullët dhe i befasuar që bëri Marinën të kthente kokën në drejtim të tyre. Kishte kaq shumë kohë që nuk qeshte. Vërtet sa që vetë tingulli i të qeshurës ju duki çuditshëm në veshët e tij. Ke të drejtë. Duhet të provoj të vizatoj gjëra më të bukura. Laura buzëqeshi, e kënaqur që kishte dhënë një këshill të dobishme dhe pastaj u thirr nga një shoqe për të luajtur kapa. Ajo lëshoi dorën e Artanit dhe doli me vrap, duke e lënë atë aty para murit me vizatime fëmijësh, duke ndjerë diçka të çuditshme të ndodhte brenda gjoksit, sikur një derë e ndryshkur të fillonte të lëshonte në impresion. Kur Artani u kthye aty ku Marina dhe Vera po bisedonin, ai gjeti dy motrat në një diskutim të tensionuar dhe të ulët. Marina dukej se po thoshte diçka me urgjencë dhe Vera përgjigjej me një ton qetësues. Të dyja pushuan së foluri sa po vunë re afrimin e tij. Marina e shikoi drejt për drejt dhe Artani pa se mosbesimi fillestar ishte shndërruar në diçka më komplekse, një përzierje kureshtjeje, maturi dhe një shkëndije diçkaje që mund të ishte interes i vërtet, por i varrosur në shtresa mbrojtjeje. Artan, a mund të bëj një pyetje të drejt për drejt, tha Marina, duke kryqëzuar krahët në një qëndrim mbrojtës. Po. Pse je këtu? Vërtet. Vera tha se je një biznesmen i rëndësishëm, pronar i një kompanie të madhe. Pse një burr si ti do të vinte në një festë shkolle publike në kombinat një të shtunë pas dite? Nuk ke evente të sofistikuara për të shkuar, darka biznesi, udhëtime ndërkombëtare? Artani mund të gënjente. Mund të shpikte një histori të besueshme se ishte kurioz, se donte të njihte punën e sekretares, se kishte një interes social. Por kur shikoi Marinën, mënyrën se si ajo e studionte, duke pritur të zbulonte gënjeshtrën, ai vendosi të rrezikonte me të vërtetën. Sepse mora diçka që më preku. Dhe duhej të kuptoja se nga vinte. Marina rudhi vetullat. Çfarë gjëje? Artani shikoi Verën, e cila tundi kokën pothuajse në mënyrë të padukshme. Ai nxori nga xhepi i brendshëm i xhaketës një zarf tashmë të zhubravitur nga që ishte prekur aq shumë ditët e fundit. Letrën. Marina e mori letrën me kujdes, e shpalosi dhe filloi të lexonte. Artani pa momentin e sakt kur ajo njohu shkrimin e së bijës, momentin kur fytyra e saj ndryshoi, syt ju zgjeruan, frymëmarrja ju ndal. Si e more këtë? Pyeti Marina, zëri i saj luhatej me stronditjes dhe zemërimit të përmbajtur. Erdhi e përzier me letrat që Vera solli nga zyra të premten e kaluar. Laura duhet ta ketë futur pa e vënë re ajo, shpjegoi Artani. E lexova dhe nuk munda ta harroja. E kalova gjithë fundjavën duke menduar për këto fjalë, për këtë kërkesë. Dhe duhej të njihja atë që e shkroi. Marina shikoi letrën në dorë, të bien që luante në obor dhe përsëri Artanin. Ti lexove atë që ajo kërkoi. Një baba që rri. E kupton se çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë të bësh një premtim të tillë dhe të mos e mbash? E kuptoj. Dhe unë nuk po premtoj asgjë, Marina. Unë jam këtu sepse për herë të parë pas shumë vitesh ndjeva diçka kur lexova këto fjalë. Diçka që as nuk e dija më se isha i aftë ta ndjeja. Nuk e di se çfarë do të thotë kjo, nuk e di se ku do të çojë. Por e di që dua t'ju njoh, nëse më lejon. Dua të kuptoj këtë lloj dashurie që keni ju, këtë lloj jete që unë kur nuk e kam jetuar. Nëse do të ishit në vendin e Marinës, a do t'i jepnit një shans Artanit të afrohej apo do ta mbronit vajzën tuaj nga çdo mundësi zhgënjimi? Na tregoni në komente. Marina qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke e parë me atë vështrim që duke i aftë të shite përmes të gjitha maskave, të gjitha mbrojtjeve. Më në fund, ajo e palosi letrën me kujdes dhe ia ktheu Artanit. Dëgjoj, unë nuk të njoh. Nuk e di historinë tënde, motivet e tua, atë që vërtet dëshiron. Por do të them një gjë me gjithë sinqeritetin, kam kaluar 7 vjet duke e rritur vajzën time vetëm. 7 vjet duke punuar, duke luftuar, duke u kujdesur, duke mbrojtur. I kam ndërtuar një jetë asaj, një jetë të thjeshtë por plot dashuri. Dhe nuk do të lejoj askëm të hyjë në këtë jetë dhe pastaj të dalë, duke lënë një boshllë. Nëse do të na njohësh, nëse do të bëhesh pjesë e rutinës në një farë mënyre, do të duhet të jetë e vërtetë. Asnjë shfaqje një herë me një dhuratë të shtrenjtë dhe zhdukje për 2 javë. Asnjë trajtim i kësaj si një projekt social apo kureshtje kalimtare. Nëse hyn me gjithë mend, me prani, me qëndrueshmëri.
Nëse nuk je I sigurt se mund ta bësh këtë, më mirë mos e fillo fare. I pranoj këto kushte, tha Artani pa hezituar, duke befasuar edhe veten me shpejtësinë e përgjigjes. Marina studioi fytyrën e tij edhe një herë, duke kërkuar shenja falsiteti, interesi të fshehur. Pastaj pshertiu, dukej se po merrte një vendim të vështirë. Në rregull. Të shohim se si do të funksionojë kjo. Por ngadalë, Artan. Gjithçka shumë ngadalë dhe me shumë transparencë. Laura është fëmijë, lidhet lehtë. Nuk do ta lë të lidhet me dikë që mund të zhduket. Atë natë, kur Artani u kthye në apartamentin bosh në qendër, papafingoja prej xhami dhe çeliku ju duk edhe më e heshtur, edhe më e ftohtë se kurrë. Ai qëndroi para dritares panoramike, duke parë qytetin e ndriçuar poshtë, duke ndjer peshën e vendimit që sapo kishte marrë. Nuk ishte një kontratë biznesi, nuk kishte klauzola apo garanci. Ishte diçka shumë më e frikshme, ishte një premtim pranie, qëndrueshmërie, të qenit aty edhe kur risja të kalonte, edhe kur të bëhej e vështirë. Dhe për herë të parë në jetë, Artan Gashi nuk kishte idenë më të vogël se si ta mbante atë që premtoi. Takimi I parë pas festës ndodhi 2 javë më vonë, një të shtunë në mëngjes në parkun e lagjes në Kombina. Marina e zgjodhi vendin me qëllim, publik, I gjerë, I sigurt. Një vend ku Laura mund të luante lirshëm ndërsa të rriturit bisedonin, ku nuk kishte presionin e një mjedisi të mbyllur apo intimitetin e tepruar të një shtëpie. Artani arriti 10 minuta më herët, gjë që e bënte gjithmonë në takimet e biznesit, por që në këtë rast dukej se zbulonte më shumë ankth se sa përpikmëri profesionale. Ai I gjeti pranë këndit të lojrave, Marina e ulur në një stol druri me një termos kafeje dhe një kuti plastike me pogaçe shtëpie, Laura tashmë duke u ngjitur në rëshitse me energjinë e pafund të fëmijëve 7 vjeçar. Kur Laura e pa, I bëri me dorë e gëzuar dhe Artani ndjeu një val nervozizmi që nuk e ndjente që nga prezantimet e para në fakultetin e administrimit dekada më parë. Përshëndetje, Artan. Erdhe. Mendova se kishe harruar, bërtiti Laura nga maja e rëshitses, para se të zbriste me një shpejtësi që bëri Marinën t'i bërtiste të kishte kujdes. Artani ju afrua stolit, pa ditur saktësisht se si të vepronte. Duhej ta përshëndeste Marinën me shtrëngim dore? Puthje në faqe? Tundje koke? Përfundimisht zgjodhi një mirëmëngjes formal që tingëlloi çuditërisht I papërshtatshëm në kontekstin e një parku plot me fëmijë që vraponin. Marina, duke vënë re sikletin e tij, thjesht tregoi me gisht vendin bosh pranë saj në stol. Ulu. Kam sjell kafe dhe pogaçe. E imagjinoj që je mësuar me kafe më të sofistikuara, por e imja është e fortë dhe e ngrohtë. Artani pranoi gotën plastike që ajo I ofroi dhe e provoi. Kafeja ishte vërtet e fortë, kishte shije kafeje të vërtet, nga ato që pijen në kuzhinën e shtëpisë, jo ato versionet e holluara dhe të sheqerosura të kafeneve. Është e shkëlqyer. Faleminderit. Ata qëndruan në heshtje për disa sekonda, duke vëzhguar Laurën që luante, derisa Marina e theu akullin në mënyrën më të drejtë të mundshme. Atëherë, Artan, le të biem dakord për disa gjëra. Së pari, transparencë totale. Nëse në ndonjë moment ndjen se kjo nuk po funksionon, se nuk është ajo që prisje, ma thua drejt për drejt. Mos u zhduk, mos shpik. Justifikime, thuaj të vërtetën. Së dyti, Laura nuk mund ta di ende për letrën. Ajo është fëmijë, mund të turpërohet, mund të krijojë pritshmëri jo reale. Për të, ti je thjesht një mik I teze verës që po na njeh. Së treti, unë do të jem gjithmonë e pranishme në takime, të paktën në fillim. Jo nga mosbesimi, por për mbrojtje. E kupton? E kuptoj në mënyrë perfekte. Dhe jam dakord me gjithçka, tha Artani, duke e parë. Marina, e di që nuk ke asnjë arsye për të më besuar. E di historinë tënde, e di që të braktisën 7 zën, e di që e rrite Laurën vetëm. E di që ke çdo të drejtë të jesh e matur. Por unë do të dëshmoj se jam ndryshe. Marina lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa humor. Çdo burr thotë se është ndryshe. Derisa nuk është. Atëherë më lër të ta dëshmoj me vepra, jo me fjalë, u përgjigj Artani dhe kishte një vendosmëri në zërin e tij që bëri Marinën ta shikonte me më shumë vëmendje. Ata e kaluan gjithë atë mëngjes në park. Artani, që kur nuk kishte luajtur në një kënd lojrash, që ishte rritur në një shtëpi ku loja ishte humbje kohe dhe suksesi akademik ishte e vetmja përparësi, e gjeti veten duke e shtyr Laurën në lisharse, duke e mbajtur në kacavjerëse.
duke marrë pjesë në një garë se kush mund të hidhej më larg. Në fillim, lëvizjet e tij ishin të ngathta, të pasigurta, si dikush që mëson një kërcim krejtësisht të ri. Por pak nga pak, diçka tek ai u çlirua. Ai ndaloi se përpjekuri të bënte gjën e duhur dhe thjesht filloi t'i përgjigjej asaj që Laura kërkonte, ndaloi se menduari tepër dhe thjesht ishte i pranishëm. Marina vëzhgonte gjithçka nga larg, fytyra ende e matur por me një shkëlqim të ndryshëm në sy. Kishte diçka prekse të shihej atë burr qartësisht të pasur, të mësuar me një lloj tjetër jete, të ulur në rërën e parkut, duke ndihmuar vajzën e saj të ndërtonte një kështjell me kova dhe lopata plastike. Ai nuk dinte se çfarë po bënte, ishte e qartë. Nuk dinte si ta modelonte rërën, nuk dinte se duhej ta lagte për të qëndruar e fortë, nuk dinte se duhej ta godiste lehtë që kulla të mos shembej. Por po përpiqej, duke dëgjuar udhëzimet e Laurës me të njëjtën vëmendje me të cilën ndoshta dëgjonte raportet e investimeve. Jo, Artan, jo kështu. Duhet ta bësh kështu, shiko, thoshte Laura, duke demonstruar me një durim befasues për një fëmijë 7 vjeçar. Dhe Artani, një burr që komandonte qindra punonjës, që mbyllte marrëveshje milionëshe, bënte me bindje ashtu siç i thoshte vajza, dhe kur kështjella më në fund qëndroi në këmbë. Të dy festuan me një entuziazëm të vërtet që i shkëputi një buzëqeshje të pavullnetshme Marinës. Kur dielli u bë shumë i fortë dhe Laura kërkoi ujë, të tre u ulën në një pemë. Marina hapi çantën e shpinës dhe nxori ushqime, sanduiç, lëngje frutash me kuti, biskota. Artani vuri re se ajo kishte sjell ushqim për 3 persona. Ajo kishte planifikuar që ai të qëndronte, edhe me gjithë maturinë, një pjesë e saj kishte shpresuar se ai do të shfaqej dhe do të qëndronte. Artan, ti ke vëlla? Pyeti Laura pa pritur, ndërsa përtypte sanduiçin. Jo, jam fëmijë i vetëm. Po prindërit e tu? Ata jetojnë këtu në Tiranë? Artani hezitoi, duke ndier vështrimin e Marinës mbi të. Babai im jeton, po. Por ne nuk flasim shumë. Ai është shumë i largët. Dhe nëna ime ndërroi jetë kur isha adoleshent. Sa keq, tha Laura me sinqeritet të pastër. Mami im tha se kur humbasim dik, ai person shkon të jetoj në një yll dhe na shikon nga atje. Ti mendon se nëna jote është në një yll? Artani ndjeu një nyje në fy. Askush nuk kishte folur për nënën e tij me këtë thjeshtësi, me këtë butësi, prej dekadash. Pas varrimit, tema ishte varrosur bashkë me të babai i tij kur më nuk e përmendi gruan e tij, dhe Artani mësoi të bënte të njëjtën gjë, ta mbyllte dhimbjen në një ndarje të vulosur ku nuk kishte nevojë të shikonte. Por aty, përballë një fëmije 7 vjeçar që e shikonte me sy kureshtar dhe të butë, dryni u këpull. Do të doja ta besoja këtë, tha Artani, me zë të ngjirur. Do të ishte mirë të dija se ajo është diku duke më parë. Laura u duke kënaqur me përgjigjen dhe u kthye të hante sanduiçin, por Marina vazhdoi ta shikonte Artanin dhe kishte diçka ndryshe në vështrimin e saj tani. Nuk ishte më vetëm mosbesim apo mbrojtje. Kishte njohje, sikur të kishte parë diçka të njohur në plagën e tij, një dhimbje që edhe ajo e mbante dhe e kuptonte. Pas asaj dite, takimet u bën të rregullta. Gjithmonë me Marinën të pranishme, gjithmonë në vende publike, gjithmonë me orare të përcaktuara dhe rregulla të qarta. Artani mësoi rutinën e Laurës, ajo zgjohej herët, hante mëngjes ndërsa shihte filma vizatimor, shkonte në shkollë ku qëndronte me orar të zgjatur sepse Marina punonte, kthehej në fund të pasdites. Bënte detyrat e shtëpisë në tavolinën e kuzhinës ndërsa Marina përgatiste darkën, bënte dush, shihte edhe pak televizor dhe shkonte të flinte në 9 të mbrëmjes me një histori që Marina e shpikte. Artani zbuloi se kur nuk i kishte kushtuar vëmendje se si ishte jeta e një fëmije të zakonshëm. Laura nuk kishte videolojra të shtrenjta, nuk kishte dhomë plot me lodra të importuara, nuk udhëtonte për në Disneyland apo në resorte luksoze gjatë pushimeve. Ajo luante me kukulla të arnuara, shihte të njëjtët filma vizatimor të përsëritur sepse abonimi që Marina kishte ishte më i liri, vishte uniform shkolle çdo ditë dhe kishte vetëm 2-3 palë rroba për fundjavë. Por ajo ishte e lumtur. Kishte një lumturi të thjeshtë, të ndërtuar mbi gjëra të vogla, një shëtitje në furrën e bukës për të bler bukë të ngrohtë të dielën në mëngjes, një pasdite në park, një seancë kinemaje në një qendër tregtare popullore një herë në muaj. Festa e ditëlindjes së një shoqeje, akulloria me kaush që Marina i blinte në akulloren e lagjes kur kishte një javë të mirë me buxhetin.
Artani, që ishte rritur i rrethuar nga luksi por i zbrazët nga dashuria, që tani kishte para për të blerë çdo gjë por nuk kishte me këtë ndante, shikonte atë jetë të thjeshtë dhe ndjente një zili të thellë dhe të dhimbshme. Ajo shtëpi e vogël, ai apartament me 2 dhoma në një pallat pa ashensor në kombinat, kishte më shumë jetë, më shumë ngjyrë, më shumë të vërtetë se sa papafingoja e tij 3-4 në qendër. Një muaj pas takimit të parë në park, Marina e ftoi për darkë në apartament. Ishte një ftesë e rastësishme, pothuajse e hedhur, por Artani e kuptoi peshën e saj. Ishte një hap i rëndësishëm, një demonstrim besimi. Ai pranoi duke u përpjekur të mos tregonte se sa shumë do të thoshte kjo për të. Apartamenti ndodhej në një pallat 4 katësh, pa portier, me citofon në murin e jashtëm. Artani ngjiti shkallët me zemrën që i rrite më shpejt me çdo shkallë. Marina hapi derën e veshur me një bluzë të thjeshtë dhe një fund të gjatë, këmbëzbathur, flokët e lëshuar për herë të parë që kur e kishte njohur. Ajo ishte më e bukur kështu, e relaksuar, në shtëpi, pa mburojën që vishte në botën jashtë. Apartamenti ishte i vogël, por mikpritës. Dhoma e ndenjes kishte një divan bezh me jastëk me ngjyra, një raft plot me libra fëmijësh dhe disa libra letërsie, foto të kornizuara në mur që tregonin Laurën në mosha të ndryshme, vizatime fëmijësh të ngjitura në frigorifer me magnet. Një tavolinë ngrënieje e thjesht druri që kishte parë ditë më të mira. Mbante erë gatimi shtëpie, atë erë që Artani as nuk e mbante mend më se ekzistonte, hudhër e skuqur, oriz në sobë, fasule që zjenin. Ishte era e shtëpisë. Laura u shfaq me vrap nga dhoma, tashmë me pijama sepse sapo kishte bërë dush. Artan. Erdhe. Mami ka bërë musaka, është e preferuara ime. Të pëlqen musakaja? Nuk e di, nuk e kam ngrënë kur, pranoi Artani. Laura. Zgurdulloi syt. Kur nuk ke ngrënë musaka? Po si ka mundësi? Të gjithë hanë musaka. Marina qeshi nga kuzhina. Jo të gjithë, dashuri. Çdo familje ka pjatat e veta. Por sot Artani do të provoj tonën. Darka u shërbye në tavolinën e thjeshtë të dhomës së ndenjes, pjata të zakonshme qelçi, lugë e pirun që nuk kombinoheshin, një kan me lëng maracuje të bërë me tul të ngrirë. Nuk kishte asgjë të veçantë, asgjë të sofistikuar, por kur Artani provoi ushqimin që Marina kishte bërë, ndjeu diçka t'i shtrëngohej në gjoks. Nuk ishte ushqimi më i mirë që kishte provuar ndonjëherë, teknikisht. Por ishte bërë me kujdes, me dashuri, me qëllimin për të kënaqur. Dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Gjatë darkës, Laura foli pa pushim, duke treguar për shkollën, për mësuesen e re, për shoqen që kishte marrë notë të ulët në matematikë dhe ishte e mërzitur. Për qenin që donte të kishte, por Marina i tha se nuk kishin vend as para për të arritur siç duhet. Artani dëgjoi gjithçka, bëri pyetje, qeshi me historitë dhe kuptoi se për herë të parë pas dekadash po bënte një bisedë që nuk përfshinte biznese, fitime, strategji apo pushtet. Ishte thjesht një bisedë për jetën, për gjëra të vogla dhe të rëndësishme, për përditshmërinë e një fëmije dhe një gruaje që bënte magji me pa. Pas darkës, ndërsa Marina lante enët dhe refuzonte ndihmën e Artanit duke thënë se ai ishte mysafir, Laura e tërhoqi zvar në dhomën e saj për t'i treguar thesaret, librat që kishte fituar në shkollë, kutinë me lapsa me ngjyra. Fletoren e vizatimit, koleksionin e guralecëve me ngjyra që mblidhte në park, kukullën që gjyshja ja kishte dhënë në ditëlindjen e fundit. Dhoma ishte e vogël, me zinxinte krevatin tek, një dollap të vogël dhe një raft të improvizuar me kuti kartoni. Por muret ishin të mbuluara me vizatime, ngjitse yjesh që shkëlqenin në tavan, perde me motive ylberi. Ishte një dhomë që rezatonte personalitet, dashuri, kujdes. Shiko këtu, Artan, tha Laura, duke treguar një foto të ngjitur në mur pranë krevatit. Ishte një foto e saj dhe Marinës, e bërë në plazh, të dyja duke buzëqeshur me detin në sfond. Mami më çoi në plazh vitin e kaluar, ishte shëtitja më e bukur e jetës sime. U zgjuam në mes të natës, morëm autobusin, qëndruam gjithë ditën atje. Uji ishte i ftohtë, por nuk më bëhej vonë. Mami tha se një ditë do të shkojmë përsëri. Artani shikoi foton, buzëqeshjen e vërtetë të dyjave dhe ndjeu përsëri atë zili të dhimbshme. Ai kishte udhëtuar në plazhe parajsore në të gjithë botën, kishte qëndruar në resorte me 5 hyje, kishte notuar në ujëra kristalore private. Por kur nuk kishte pasur një moment gëzimi të pastër si ai regjistruar në atë foto të thjeshtë, të bërë ndoshta me një celular të lirë.
Kur Laura më në fund shkoi të flinte, Marina dhe Artani qëndruan duke biseduar në dhomën e ndenjes, me zë të ulët për të mos zgjuar vajzën. Ishte hera e parë që të dy bisedonin vërtet, pa praninë e fëmijës, pa mbrojtjen e hapësirës publike. Marina shërbeu kafe, u ul në cepin tjetër të divanit duke mbajtur distancë, por kishte një hapje aty që nuk ekzistonte më parë. Faleminderit që erdhe, Artan. Dhe që je kaq i duruar me Laurën. Ajo të pëlqeu shumë. Unë të falenderoj për mundësinë. Kur nuk kisha qenë në një shtëpi si kjo, me këtë lloj ngrohtësie, e di? Shtëpia ime ka qenë gjithmonë e ftohtë, edhe kur kishte njerëz brenda. Dhe tani që jetoj vetëm, është edhe më keq. Është vetëm heshtje dhe boshllë. Marina e vëzhgoi me kujdes. Pse u divorcove? Nëse nuk të bezdis që pyes. Artani pshertiu duke parë kafen në filxhan. Sepse ne kur nuk e deshëm njëri tjetrin vërtet. Ishte një martesë e rregulluar nga familjet, një bashkim biznesesh i maskuar si martesë. Ne zgjatëm 5 vjet duke u përpjekur të shtiremi se ajo kishte kuptim, por në fund hoqëm dorë. Gjithçka ishte shumë e ftohtë, shumë formale. Kur firmosëm letrat, ndjeva lehtësim. Por nuk vonoj shumë që lehtësimi të kthehej në vetmi. Dhe kur nuk deshe të kishe fëmijë? Kur nuk e mendova këtë çështje? Babai im ishte një burr i largët, i ashpër, që e shite për këdhelin si dobësi. U rrita duke menduar se kështu duhej të ishte një burr. Dhe kur u martova, Anila e bëri të qartë se nuk donte fëmijë, se nuk donte asgjë që t'i pengonte karrierën. Unë pranova pa pyetur sepse, sinqerisht, kur nuk e imagjinova veten si baba. Derisa lexova letrën e Laurës. Marina qëndroi e heshtur për një moment, pastaj tha butësisht, e di, Artan, unë e kuptoj pak atë që ndjen. Edhe unë u rrita në një familje të komplikuar. Babai im pinte, ishte i dhunshëm me nënën time. Ne u rritëm me frikë, duke mësuar të ecnim në heshtje nëpër shtëpi për të mos e zgjuar kur ishte i dehur. Kur u largova nga shtëpia për të bërë fakultet, u betova se kur nuk do të lejoja askënd të më trajtonte në atë mënyrë. Por pastaj njoha baban e Laurës. Ajo ndaloi, zëri i dridhej, dhe Artani e pa të fshinte fshehurazi sy. Ai ishte karizmatik, simpatik, thoshte të gjitha gjërat e duhura. U dashurova si budallaqe. Kur zbulova se isha shtatzën, mendova se do të ishte fillimi i diçkaje të bukur, e di? Një familje e vërtet, ndryshe nga ajo që kisha pasur. Por ai u zhduk. Thjesht mori gjërat dhe iku, tha se nuk e kishte kërkuar atë, se nuk ishte në planet e tij të kishte fëmijë, që unë t'ia bëja vetë. Dhe unë ia bëra. E kalova gjithë shtatzënin vetëm, punova deri në ditën e fundit, u ktheva 3 muaj pas lindjes sepse më duheshin paratë. Ishte periudha më e vështirë e jetës sime. Por ti nuk hoqe dorë, tha Artani, i admiruar. Nuk kisha mundësi të hiqja dorë. Kishte një fëmijë që varej nga unë. Dhe e di çfarë është qesharake? Sot e falenderoj që iku. Sepse po të kishte qëndruar nga detyrimi, nga mëshira, do të kishte qenë më keq. Laura meriton dikë që dëshiron të jetë këtu, jo dikë që është i bllokuar nga përgjegjësia. Prandaj jam kaq e matur me ty, Artan. Nuk është personale. Është se nuk mund të lejoj që vajza ime të lidhet me dikë që mund të ndryshojë mendje dhe të ikë. Artani e shikoi drejt e në sy. Unë nuk do të iki, Marina. E di që është herët që ti ta besosh këtë, që të duhet kohë për të besuar. Por unë po flas seriozisht. Për herë të parë në jetë, gjeta diçka që më bën të ndihem vërtet i gjallë. Dhe nuk do ta hedh poshtë këtë. Marina e mbajti vështrimin e tij për sekonda të gjata, duke kërkuar shenja gënjeshtre, falsiteti. Pastaj tundi kokën ngadalë. Të shohim atëherë. Të shohim nëse do të durosh kur të kaloj risia, kur të jetë vetëm rutinë, kur të duhet të merresh me inate, me sëmundje, me lodhje, me gjithçka që vjen bashkë me një familje të vërtetë. Do të duroj, tha Artani me një bindje që as ai vetë nuk e dinte se nga i vinte. Dua të jem këtu për të gjitha këto. Për të mirën dhe për të vështirën. Dhe në atë moment, i ulur në një divan të vjetër në një apartament të vogël në kombinat, Artan Gashi ndjeu diçka që nuk e ndjente prej dekadash, shpresë. Shpresë se ndoshta, vetëm ndoshta, ende kishte kohë për të ndërtuar diçka të vërtetë, për të qenë dikush më i mirë, për të mbushur atë hapësirë boshe që Laura kishte vizatuar në letër.
Shpresë se një burr që e kaloi gjithë jetën duke grumbulluar para mund të mësonte të grumbullonte diçka shumë më të vlefshme, kujtime, dashuri, prani. Dhe duke parë Marinën, duke parë mënyrën se si ajo luftonte mes mbrojtjes së zemrës dhe dhënies së një shansi për të dëshmuar se ishte ndryshe, Artani kuptoi se të fitonte besimin e saj do të ishte negociata më e rëndësishme dhe më e vështirë e jetës së tij. Por për herë të parë ishte një negociat që ai vërtet donte ta fitonte, jo për pushtet apo fitim, por për diçka shumë më të thjeshtë dhe shumë më të thellë, për shansin për të përkitur. Muajt në vijim e transformuan jetën e Artanit në mënyra që ai kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Ai burr që jetonte i mbyllur në një zyrë me ajër të kondicionuar, që maste suksesin në shifra dhe pasuri, filloi të zbulonte një univers krejtësisht të ndryshëm. Ai mësoi se e shtuna në mëngjes nuk ishte për të fjetur deri vonë dhe pastaj për të shkuar në palestër, por për të zgjuar herët dhe për ta çuar Laurën të hante mëngjes në furrën e bukës së lagjes ku asaj I pëlqente të zgjidhte vetë bukën. Mësoi se e hëna në mbrëmje ishte dita për të ndihmuar me detyrat e shtëpisë, edhe pse matematika e klasës së dytë ishte çuditërisht më e komplikuar se sa e mbante mend. Mësoi se të njëjtën Marina arrinte më e lodhur sepse kishte mbledhje pedagogjike, kështu që ai filloi të shfaqej me darkë të gatshme nga restoranti që asaj I pëlqente, asgjë ekstravagante. Vetëm një kujdes I thjeshtë që I bënte sytë e saj të shkëlqenin nga mirënjohja. Prania e Artanit u bë pjesë e rutinës në mënyrë aq graduale sa askush nuk e vuri re saktësisht se kur ai pushoi se qeni miku I tezë verës dhe u bë thjesht Artani, dikush që ishte aty, që kishte rëndësi, që ishte pjesë. Laura filloi të ruante vizatime për t'ia treguar atij, të tregonte Barsoleta që kishte mësuar në shkollë duke pritur ta shite të qeshte, të pyeste mendimin e tij për gjëra të vogla dhe të mëdha. Dhe Artani, që kur nuk kishte marrë besimin e një fëmije, që kur nuk ishte konsideruar aq I rëndësishëm për këto rrëfime të vogla, ndjente zemrën t'i shtrëngohej çdo herë. Marina, nga ana tjetër, luftonte me ndjenja kontradiktore. Pjesa racionale e saj, pjesa që ishte tradhtuar dhe braktisur, ende mbante një derdalje e gjithmonë të hapur, ende priste momentin kur Artani do të lodhej dhe do të ikte. Por pjesa e zemrës, ajo pjesë që ajo e kishte mbyllur prej 7 vjetësh, filloi të hapte çarje të vogla. Ajo vinte re mënyrën se si Artani e shikonte Laurën me një përzierje butësie dhe habie, sikur të ishte duke zbuluar diçka magjike. Vinte re se si ai dëgjonte vërtet kur ajo fliste për ditën e vështirë në shkollë, për nxënësin problematik, për drejtoreshën e padrejtë, për rrogën që nuk mjaftonte. Ai nuk përpiqej të zgjidhte gjithçka me para, nuk ofronte zgjidhje të lehta. Thjesht dëgjonte, vlerësonte, ishte I pranishëm. Dhe kjo, Marina po e zbulonte, vlente më shumë se çdo dhuratë e shtrenjtë. Ishte një natë me shi të fortë, 3 muaj pas atij takimi të parë në park, që gjithçka ndryshoi. Laura u zgjua e friksuar nga bubullimat, duke qarë, duke kërkuar nënën. Marina ishte në dhomë brenda pak sekondash, duke e qetësuar të bien, por Laura ishte e tmerruar në një mënyrë që nuk kishte qenë prej vitesh. Marina I telefonoi Artanit pa menduar shumë, ishte ora 11 e natës, ai ndoshta po flinte ose punonte, por ajo kishte nevojë për ndihmë dhe, pa e kuptuar, ai ishte bërë personi I parë tek I cili ajo mendoi. Artani u përgjigj në zilen e dytë, zëri I tij menjëherë vigjilent. Marina? Ndodhi diçka? Më fal që të telefonoj kaq vonë, është se Laura është shumë e friksuar nga stuhia dhe nuk po arrit ta qetësoj, dhe e di që është shumë për të kërkuar, por a mundesh? Po vi, tha Artani, pa e lënë as të mbaronte fjalin. Ai arriti për 20 minuta, I bërë qull sepse kishte harruar çadrën me nxitim, duke mbajtur një qese plastike. Marina hapi derën dhe ai hyri drejt në dhomën e Laurës, ku vajza ishte mbledhur kruspull në krevat, duke mbuluar veshët me çdo bubullim. Artani u ul në cep të krevatit, nxori nga qesja një elektrik dore të vogël dhe një libër. Përshëndetje, Laura. Mami yt më tregoi se ke frikë nga bubullima. Kur isha I vogël, nëna ime më tregoi një sekret për stuhi. Do ta dish? Laura e shikoi me sytë e kuq nga të qarat, por tundi kokën kureshtare. Artani ndezi elektrikun, duke krijuar një rreth të vogël drite në errësirën e dhomës. Ajo tha se bubullima është zhurma që bëjnë ret kur po rregullojnë qiellin. E di kur ne rregullojmë dhomën dhe ndonjëherë rrëzojmë diçka ose bëjmë zhurmë duke lëvizur mobilet, është e njëjta gjë. Ret po punojnë atje lart, po rregullojnë gjithçka që dita tjetër të jetë e bukur dhe me diell. Dhe vetëtima është drita që ato përdorin për të parë ndërsa punojnë.
prandaj gjithmonë ka stui para ditëve më të bukura. Laura dukej se po e konsideronte këtë frymëmarrja ende e shpejt, por tashmë më e qetë. Por është shumë zhurmë. Po, është. Por e di çfarë mund të bëjmë? Ne mund të krijojmë një zhurmë tjetër këtu brenda, një zhurmë të mirë që është më e fortë se bubullima. Si thua sikur të këndonim diçka? Çfarë të këndojmë? Artani shikoi Marinën duke kërkuar ndihmë. Ajo ul në anën tjetër të krevatit dhe filloi të këndonte me zë të ulët një këngë fëmijësh që Laurës i pëlqente. Artani nuk e dinte këngën, por u përpoq ta ndiqte. Zëri i tij ishte i pasintonizuar, fjalët i dilnin gabim, por ai këndonte gjithsesi. Laura filloi të qeshte me mënyrën se si ai gabonte, dhe pak nga pak frika i la vendin të qeshurës. Kur stuhia më në fund kaloi, Laura po flinte e qetë mes dy të rriturve, duke mbajtur dorën e secilit. Artani dhe Marina qëndruan aty ulur në gjysmë errësirë, duke dëgjuar frymëmarrjen e lehtë të vajzës, derisa Marina pëshpëriti, "Faleminderit që erdhe. Nuk ishe i detyruar." "Doja," u përgjigj Artani me të njëjtin ton të ulët. "Kur më telefonove, vetëm mendoja të arrija këtu sa më shpejt të ishte e mundur. Të isha këtu për ju." Marina e shikoi në dritën e zbeth që vinte nga korridori, pa rrobat ende të lagura, flokët e shpupuritur, shprehjen e kujdesit të vërtetë. Dhe diçka brenda saj më në fund u dorëzua, ajo barrierë e fundit mbrojtëse që ajo e kishte mbajtur të ngritur. Ajo kuptoi se ishte dashuruar me atë burr të papritur, me atë biznesmen të pasur që ishte shfaqur në jetën e tyre rastësisht dhe kishte qëndruar me zgjedhje. "Artan, duhet të them diçka," tha ajo kur dolën nga dhoma dhe shkuan në dhomën e ndenjes, duke lënë derën gjysmë të hapur në rast se Laura zgjohej. "I kam kaluar muajt e fundit duke pritur që ti të ikje. Duke pritur momentin kur do të lodheshe, kur risja do të kalonte, kur do të kuptoje se kjo nuk ishte ajo që doje. Por ti nuk ike. Ti qëndrove. U shfaqe kur Laura ishte sëmur me grip dhe e kalove gjithë pasditën këtu duke i bërë shoqëri. U shfaqe kur unë isha e dëshpëruar me faturën e dritave të prapambetur dhe, edhe pse nuk të kërkova, ti ndihmove, por e bëre në një mënyrë që nuk duke i lëmosh, duke i kujdes. Ti mësove të bësh petulla ashtu siç i pëlqen Laurës, me çokolladë të shkrirë sipër. Ti mban mend emrat e shoqeve të saj, të mësuesve, të lëndëve ku ajo ka vështirësi. Ti nuk je perfekt, ende je pak i ngathet me fëmijët, ende hutohesh kur Laura bën inat, ende nuk e di shumë mirë se si funksionon rutina e shtëpisë. Por ti përpiqesh. Dhe ti rri. Edhe kur është e vështirë, edhe kur është e mërzitshme, edhe kur nuk ka asgjë magjepsëse. Ti rri." Artani e shikoi, zemra i rritë fort. "Marina, unë rri sepse këtu është vendi ku dua të jem. I kalova 42 vjet të jetës sime duke ndërtuar një perandori, duke mbledhur para, duke dëshmuar se isha i fortë dhe i suksesshëm. Dhe i arrita të gjitha këto. Por ishte bosh. Ishte si të jetoje në një fotografi të bukur por pa jetë. Kur ju njoha ju, kur hyra në këtë shtëpi për herë të parë, kuptova se çfarë mungonte. Nuk ishin më shumë para, nuk ishte më shumë pushtet, nuk ishin më shumë biznese. Ishte kjo, të përkisje diku, të kishe dik që i bëhej vonë nëse vije apo jo, të kishe arsye për të zgjuar përtej mbledhjeve dhe kontratave. Ishit ju." Marina ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. "Kam frikë. Artan. Kam frikë të besoj përsëri, të ul plotësisht gardhin. Kam frikë se një ditë do të zgjohesh dhe do të kuptosh se kjo nuk mjafton, se ne nuk mjaftojmë." Artani i kapi duart duke i mbajtur fort. "Ti dhe Laura jeni më shumë se mjaftueshëm. Ju jeni gjithçka. Dhe e di që kam ende shumë për të mësuar, e di që do të gaboj, e di që nuk jam babai perfekt që Laura kërkoi në letër. Por dua të provoj. Dua të jem këtu kur ajo të zgjohet në mëngjes, dua të ndihmoj me detyrat e shtëpisë, dua të jem te dera e shkollës kur ajo të dalë, dua të ndaj me ty peshën e rritjes së saj, të kujdesit, të edukimit, të dashurisë. U dashurova me ju të dyja, Marina. Dhe e di që ti ende ke frikë, por të lutem, më jep një shans të dëshmoj se nuk do të iki." Marina shikoi atë burr që kishte hyrë në jetën e tyre për shkak të një letre të humbur, që kishte zgjedhur të qëndronte pa asnjë detyrim, që kishte mësuar të donte nga e para. Dhe më në fund, për herë të parë pas 7 vjetësh, ajo lejoi që zemra të mposhte frikën. "Edhe unë u dashurova me ty, Artan.
Me këtë burr që u shfaq në jetën time pa paralajmërim dhe që pak nga pak zuri hapësira që as nuk e dija se ishim bosh. Të dua. Dhe kam frikë nga kjo, por nuk mund të shtirem më se nuk e ndjej. Ata u puthën aty në dhomën e vogël dhe të thjesht, me zhurmën e shiut jashtë që po zvogëlohej dhe qytetin që flinte. Ishte një puthje që vulosi një premtim, që mbylli një cikël, që hapi një të ardhme. Kur u ndan, Artani e përqafoi Marinën fort, duke ndjerë për herë të parë pas dekadash se ishte në shtëpi, se kishte gjetur vendin e tij në boll. Ditët që pasuan sollën ndryshime natyrale dhe organike. Artani filloi të kalonte më shumë kohë në apartament, të linte disa rroba atje, të kishte një furçë dhëmbësh në banjo, të shfaqej të dielave në mëngjes për kafen e përbashkët. Laura e vuri re ndryshimin dhe, me mençurinë e çuditshme që kanë fëmijët, e kuptoi pa pasur nevojë për shpjegime se Artani ishte bërë diçka më shumë, diçka e rëndësishme, diçka e përhershme. Ishte një pasdite të shtunë, 2 muaj para vitit të ri, që Laura gjeti letrën. Ajo po kërkonte një laps me ngjyrë në zyrën e Artanit, ai kishte filluar të punonte disa orë nga shtëpia për të qenë më i pranishëm, dhe gjeti në fund të sirtarit atë zarf të zhubravitur. Ajo njohu menjëherë shkrimin e saj, vizatimin që kishte bërë, fjalët që kishte shkruar. Artan, çfarë është kjo? Pyeti ajo, duke mbajtur letrën me kujdes, sikur të ishte diçka e brish. Artani ngriu. Ai dhe Marina kishin rënë dakord t'i tregonin Laurës për letrën kur të ishte më e madhe, kur të mund të kuptonte më mirë. Por momenti kishte ardhur para se të ishte planifikuar. Ai shikoi Marinën, e cila ishte shfaqur në derën e zyrës kur dëgjoi pyetjen e së bijës. Ajo tundi kokën ngadalë, duke i dhënë leje në heshtje. Artani u ul në gjunjë para Laurës, duke u bërë në lartësinë e saj. Kjo është letra që i shkrove babagjyshit vitin e kaluar, e mban mend? Ajo arriti në tavolinën time rastësisht, e përzier me letrat e tejze Verës. Dhe kur e lexova, kur pash se çfarë po kërkoje, diçka ndryshoi brenda meje. Ti e lexove letrën time? Pyeti Laura, me sytë e zgurdulluar. E lexova. Dhe u preka shumë nga ajo që shkrove. Ti kërkove një baba që të rrinte, që t'ju donte, që të ishte i pranishëm. Dhe unë, që e kalova gjithë jetën vetëm, që nuk dija se çfarë ishte të kishe një familje të vërtet, kuptova se po humbisja gjën më të rëndësishme në botë. Kështu që kërkova t'ju njihja. Dhe duke ju njohur, unë zbulova se çfarë është dashuria, çfarë është të përkisje, çfarë është të kesh arsye për t'u zgjuar çdo ditë i lumtur. Laura shikoi letrën, vizatimin në fund me hapësirën boshe dhe pikpyetjen. Pastaj shikoi Artanin, Marinën dhe përsëri letrën. Atëherë ti erdhe për shkak të letrës sime? Ti e përgjigja e babagjyshit? Artani ndjeu një nyje në fy. Nuk e di nëse është tamam kështu. Unë mendoj se babagjyshi thjesht e vendosi letrën në vendin e duhur, dhe unë mora vendimin të shfaqesha dhe të qëndroja. Por nëse ti do të mendosh kështu, se unë jam përgjigja, atëherë unë do të bëj gjithçka për të qenë babai që ti meriton. Ti do të jesh babai im i vërtet? Pyeti Laura, me zë të vogël, plot shpresë, por ende me frikë për të besuar. Dua. Nëse ti më pranon. Nëse nëna jote më pranon. Dua të bëhem pjesë zyrtare e kësaj familjeje. Dua që kur të vizatosh ju, unë të jem aty në vizatim gjithashtu, pa pikpyetje. Laura shikoi Marinën, e cila po qante në heshtje e mbështetur në kornizën e derës. Mami, edhe ti do që Artani të jetë babai ynë? I yni i vërtet? Marina u ul në gjunjë pranë Artanit, duke kapur dorën e së bijës. Dua, dashuria ime. Unë u dashurova me të. Dhe e di që edhe ty të pëlqen shumë. Por kjo do të ndodhë vetëm nëse ti do, nëse ti ndihesh rehat me këtë. Laura qëndroi në heshtje për disa sekonda që u dukën si një përjetësi. Pastaj, ajo thjesht u hodh në krahët e të dyve, duke i përqafuar fort. Dua. Dua shumë. I kërkova babagjyshit dhe ai dërgoi Artanin. Tani do të jemi një familje e vërtetë. Artani dhe Marina u përqafuan bashkë me Laurën, të tre duke qarë, duke qeshur, duke shtrënguar njëri tjetrin. Ishte një moment i thjesht por monumental, momenti kur ajo hapësirë boshe në vizatim më në fund ishte mbushur, kur letra që kërkonte një baba që rrinte kishte gjetur përgjigjen e saj. Kur erdhi viti i ri, 2 muaj më vonë, Artani po jetonte zyrtarisht me Marinën dhe Laurën.
Ai e kishte shitur papafingon në qendër, atë apartament të ftohtë dhe bosh që kur nuk kishte qenë shtëpi, dhe kishte bler një shtëpi më të madhe në një lagje aty pranë, ku Laura do të kishte një dhomë të madhe. Ku Marina do të kishte studion e saj për të pikturuar, ku ata mund të ndërtonin kujtime së bashku. Ai kishte reduktuar ngarkesën e punës, kishte deleguar më shumë përgjegjësi, kishte mësuar se të ishe i pranishëm blente më shumë se të mbyllje një tjetër marrëveshje. Në mëngjesin e vitit të ri, të tre u zgjuan herët. Kishte një pemë të zbukuruar në dhomën e ndenjes, dhurata poshtë saj, erë panetoneje dhe kafeje të freskët që vinte nga kuzhina. Ishin dhurata të thjeshta, të zgjedhura me kujdes, libra për ysit për Laurën që ishte dashuruar me astronomin, materiale pikture për Marinën që ishte kthyer pikturës pas vitesh, një foto e kornizuar e të treve bashkë për Artanin. Por dhurata më e çmuar ishte në një zarf të vogël që Artani ia dha Marinës dhe Laurës së bashku. Brenda zarfit kishte 3 letra, një kërkesë për birësim që Artani e kishte nisur duke kërkuar zyrtarisht të bëhej babai ligjor i Laurës dhe 2 ftesa për një udhëtim që ai kishte planifikuar, një javë në plazh. Në po atë plazh ku Marina dhe Laura kishin shkuar vite më parë dhe që ishte në foton që Laura kishte ngjitur në dhomë. Nuk mund t'ju jap vitet që nuk kam qenë i pranishëm. Nuk mund të afshi të kaluarën apo të kompensoj kohën e humbur. Por mund të premtoj se, nga tani e tutje, do të jem këtu për gjithçka. Për festat e shkollës, për netët me stuhi, për ditët e vështira, për arritjet, për frikërat, për gëzimet. Do të jem këtu. Sepse ju jeni familja ime. Dhe familjen ne zgjedhim ta mbajmë. Laura e përqafoi Artanin me aq forcë sa ai gati humbi ekuilibrin. Ti e dhurata më e mirë që babagjyshi mund të kishte dërguar. Më e mirë se çdo lodër. Marina e puthi Artanin, një puthje e gjatë dhe e ëmbël, dhe i përshpëriti në vesh. Ti na shpëtove, e di? Jo me para, jo me dhurata të shtrenjta, por me prani. Na shpëtove nga një jetë ku ne ishim mirë, por ishim vetëm. Tani ne kemi ty dhe ti ke ne. Atë natë, pasi Laura fjeti, e raskapitur nga aq shumë gëzim, Artani dhe Marina u ulën në verandën e shtëpisë së re, duke parë qiellin me yje. Artani mendoi për letrën që kishte marrë gati një vit më parë, për atë kërkesë të thjeshtë të një vajze 7 vjeçare që donte vetëm një baba që rrinte. Ai e kishte kaluar gjithë jetën duke menduar se suksesi matej me para, me pushtet, me arritje materiale. Por aty, i ulur pranë gruas që donte, duke ditur se brenda shtëpisë kishte një fëmijë që flinte dhe e quante baba, ai kuptoi se kishte gjetur kuptimin e vërtetë të suksesit, të përkisje, të ishe i dashur. Të kishe arsye për t'u zgjuar çdo ditë me mirënjohje. Letra e Laurës për babagjyshin kishte kërkuar një baba që nuk ishte perfekt, vetëm dikë që i donte dhe që rrinte. Dhe Artani ishte bërë pikërisht kjo, jo perfekt, ende duke mësuar, ende duke gabuar ndonjëherë, por i pranishëm, i qëndrueshëm, i dashuruar. Ai kishte mësuar se investimi më i madh që një burr mund të bëjë nuk është në aksione apo prona, por në marrëdhënie, në momente të ndara, në të qenit i pranishëm kur ka rëndësi. Dhe Marina, që kishte kaluar 7 vjet duke ndërtuar mure rreth zemrës, kishte mësuar se të doje përsëri ishte e mundur, se jo të gjithë burrat braktisin, se ndonjëherë gjërat më të mira në jetë vinë nëpër rrugët më të papritura. Ajo kishte gjetur jo vetëm një shok, por një partner të vërtetë, dikë që ndante me të peshën e jetës, që vlerësonte punën e saj si mësuese, që e shihte jo si dikë që duhej shpëtuar, por si gruan e fortë dhe të jashtëzakonshme që ishte. Dhe Laura, ajo vajzë 7 vjeçare që shkroi një letër duke kërkuar të pamundurën, kishte mësuar se ndonjëherë kërkesat realizohen, jo me magji, por me guximin e 3 njerëzve për të përballuar frikërat, plagët, pasiguritë e tyre. Dhe për të zgjedhur të ndërtojnë diçka të re së bashku. Vite më vonë, kur Artani do të shikonte pas, ai do të dinte ta identifikonte me saktësi momentin kur jeta e tij kishte ndryshuar, nuk ishte kur mbylli marrëveshjen e parë të madhe, nuk ishte kur bleu papafingon luksoze. Nuk ishte kur pa emrin e tij në listën e biznesmenëve më të pasur të vendit. Ishte atë natë fund viti, kur një zarf i zhubravitur ra në mes të tavolinës së tij dhe ai pati guximin ta hapte, ta lexonte dhe të zgjidhte të qëndronte. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Marinës dhe Laurës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dashurie, familjeje dhe rinisjeje, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili ishte momenti që ju la më shumë mbresa në këtë histori. Ishte kur Artani mori letrën? Ishte kur ai u shfaq në stuhi?
Ishte momenti kur Laura zbuloi se ai ishte përgjigjja e kërkesës së saj. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se dashuria e vërtet nuk qëndron në gjestet e mëdha, por në praninë e vogël të përditshme. Në zgjedhjen për të qëndruar edhe kur është e vështirë, në guximin për të rindërtuar pasi e thyer. Ndajeni këtë histori me dikë që ka nevojë të besoj se kur nuk është vonë për të rinisur, se familja zgjidhet, se ndonjëherë ajo që duket si rastësi është universi që komploton për të vendosur njerëzit e duhur në vendin e duhur. Na tregoni nga cili qytet po na ndiqni dhe nëse keni jetuar ose njihni një histori të ngjashme. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër rrëfim që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të besoni në fuqinë transformuese të dashurisë së vërtetë.